Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Nëse vuani nga tensioni i lartë në gjak, urgjent duhet të hiqni dorë nga këto ushqime. Presioni i lartë i gjakut konsiderohet si një sëmundje e heshtur sepse nuk shkakton asnjë problem shëndetësor në fillim. Shumë njerëz kanë probleme me presionin e lartë të gjakut, i njohur ndryshe edhe si hipertension. Kjo sëmundje gjithashtu konsiderohet si një sëmundje e heshtur sepse pacientët fillimisht nuk e kanë absolutisht asnjë problem shëndetësor dhe këto zbulohen vetëm kur shfaqen disa komplikime shëndetësore. Në qoftë se ju keni problem me presionin e lartë të gjakut, sigurohuni që t'i kushtoni vëmendje dietës tuaj, por gjithashtu është e rëndësishme se cilat pije ju konsumoni. Duhet që t'i shmangni patjetër këto ushqime. Kafe. E para në listë është kafeja sepse është një pije që shumë njerëz e pinë çdo ditë. Megjithatë, shumë kafe ka një ndikim tepër negativ në shëndet dhe hipertension. Në përgjithësi, pijet me kafeinë përfshin çaj, kafe dhe pije energjike. Pijet energjike në përgjithësi munden që të kenë një efekt të keq në shëndet, por edhe të rrisin shanset për të zhvilluar hipertension. Një nga faktorët për këtë është kafeina e cila gjendet në të. Pije të ëmbla të gazuara. Nutricionistët thonë se pije të ëmbla, domethënë të gazuarat, janë plot me sheqer shtesë, kështu që ato kanë një efekt shumë negativ në presionin e gjakut. Nëse keni probleme me tensionin e lartë, shmangni konsumimin e të gjitha pijeve të gazuara dhe të ftohta. Hipertensioni ose presioni i lartë i gjakut është një gjendje potencialisht serioze. E quajnë sëmundje të heshtur sepse zakonisht nuk ka simptoma apo shenja paralajmëruese dhe Organizata Botërore e Shëndetësisë deklaron se është një nga shkaktarët kryesorë të sëmundjeve kardiovaskulare. Personat të cilët e kanë këtë gjendje duhet të masin rregullisht tensionin e gjakut, por përveç kësaj duhet të shmangin disa ushqime në mënyrë që gjendja të mos përkeqësohet. Turshit përmbajnë sasi të mëdha kripe dhe për këtë arsye të gjithë personat që kanë probleme me tensionin e lartë duhet që të shmangin këtë ushqim. Djathi gjithashtu ka një përmbajtje të lartë të natriumit, gjë e cila nuk është e mirë për ata që kanë probleme me presionin. Prosciuta është ushqimi i preferuar i shumë njerëzve, por ka një përmbajtje tepër të lartë yndyre dhe krip, ndaj nuk është mirë për njerëzit të cilët kanë tension të lartë. Patatet të skuqura. Patatet e skuqura janë ushqime të cilat përmbajnë sasi të mëdha kripe dhe kjo mund të shkaktojë mbajtjen e lëngjeve dhe të çojë në presion të lartë të gjakut. Keçapi është një nga aditivët ushqimor i cili ka nivelin më të lartë të kripës dhe vetëm një lugë çaj keçap përmban rreth 190 mg natrium. Në qoftë se ju hani keçap me patate të skuqura, atëherë po merrni sasi të mëdha kripe në trupin tuaj. Nëse po përpiqeni që të ulni tensionin e lartë të gjakut, filloni dhe të përdorni këto produkte. Shega është e pasur gjithashtu me antokianin dhe lëngu i saj e redukton disa lloje të sëmundjeve. Ndihmon në uljen e kolesterolit të keq si edhe ul inflamacionin. Gjithashtu mundet që të përdoret si lëng apo kokrat e saj në sallat, smoothie ose salca. Avokado është i pasur me potasium dhe gjithashtu ndikon direkt në presionin e gjakut. Kështu, sipas një studimi të vitit 2023, konsumimi i tij 5 apo më shumë herë në javë ul nivelet e hipertensionit deri në 17% duke nxjerrë jashtë trupit sodiumin i cili dëmton enët e gjakut. Panxari i pasur me nitrate. Lëngu i panxarit gjithashtu ndihmon edhe në uljen e presionit të lartë të gjakut. Nitratet shndërrohen në oksid nitrati që përmirëson funksionin e enëve të gjakut duke i zgjeruar ato.
Dhe si pas ekspertëve, ju duhet të dini se edhe limonët, të cilët janë të pasur me minerale dhe acid citrik, lëngut të tyre ka dalë se janë shumë të mirë për të ulur hipertensionin. Çokolata e zezë e pasur me flavonoide gjithashtu ndikon në uljen e tensionit të lartë dhe gjithashtu studimet e mëvonshme kanë treguar se marrja e flavonoideve nga persona me tension të lartë ka ndikuar në uljen e presionit sistolik të gjakut. Në këtë grup futet edhe molla dhe për më tepër lëkura e saj. Bajamet, ashtu si kurse edhe arrat apo fistikët kur konsumohen në një sasi të moderuar, duhet deri në 50 gram në ditë, ato do t'i japin trupit antioksidantët e duhur të cilët të lidhen me uljen e tensionit të gjakut. Hudhra, nëse e pëlqeni ju duhet të dini se edhe muret e arterieve e duan shumë. Si pas studimeve ka dalë që njerëzit të cilët kanë presion të ullët të gjakut ishin ata të cilët e përdornin shumë hudhrën. Prandaj në qoftë se edhe ju keni këtë qëllim, përdoreni edhe ju për dietën tuaj ushqimore. Boronicat, ngjyra e tyre e errët është një tregues që kanë një sasi të lartë antioksiduesish dhe vetëm 2 orë pas konsumimit të tyre shihet rezultati në shëndetin tuaj duke ulur presionin tuaj të gjakut. Kanella, në grupin e erëzave më të mira për të ulur tensionin e lartë të gjakut janë kanella, rigoni, turmeriku dhe xhinxheri, të cilat mbajnë nën kontroll tensionin e gjakut. Madje disa studime gjithashtu tregojnë se me një herë pas 24 orëve normalizohen parametrat. Kosi, një studim i vitit 2021 ka treguar gjithashtu se kosi ndihmon në uljen e tensionit të lartë të gjakut pasi është i pasur me mikronutrientë si kalcium, magnezium dhe njëkohësisht potasium, të cilët ndikojnë drejt për drejt në uljen e rrezikut për hipertension. Çaji është një pije prezente me shekuj në tavolinat e shumë kulturave në mbar botën, jo vetëm për shijen e tyre të veçantë, por edhe për përfitimet e tyre të mundshme shëndetësore. Një nga vlerat më të mëdha të këtij produkti është aftësia e tij për të kuruar gjithashtu shumë sëmundje në organizëm. Duket se ekziston një lloj tepër i veçantë i cili ndihmon në uljen e presionit të gjakut dhe parandalon edhe këtë problem. Quhet çaji hibiskus dhe gjithashtu ju ndihmon që të keni një shëndet të plotë duke rregulluar kështu presionin tuaj të gjakut. Presioni i lartë i gjakut, ose thënë ndryshe hipertensioni, është një shqetësim mjaft i përhapur shëndetësor i cili mund të çojë në probleme serioze kardiovaskulare. Çaji i hibiskusit është i pasur me antokjanina, antioksidant që i japin lules ngjyrën e saj të kuqe të gjallë. Këto komponime mund të kontribojnë në zgjerimin e enëve të gjakut duke nxitur rrjedhjen më të mirë të gjakut dhe duke ndihmuar në rregullimin e presionit të gjakut. Përgatitja e një filxhani me çaj hibiskusi është një proces mjaft i thjeshtë. Filloni duke e vënë ujë në zjarr dhe më pas duke zhytur petalet e thara të hibiskusit në ujin e nxehtë për rreth 5 deri në 10 minuta. Mundet që ta shijoni të ftohtë ose të nxehtë duke shtuar kështu më pak mjalt për më shumë shije dhe vlera. Konsumimi i tepërt mundet që të çojë në efekte anësore të padëshiruara dhe është gjithmonë më së i këshillueshëm që ju të konsultoheni me një mjek profesionist. Duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona
Nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato, faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!